Fabrika jonë ekziston prej vitit 2008. Në vitin 92 kom emigruar në Gjermani dhe kom punu atje. Në vitin 2002 ku kom punu mi ka thonë shefi, domthonjë gjitha mjetet më ja fillu më prodhue. Si mërgjimtar si kom qenë, ne kemi dalë jashtë se ne për më kthye në vendin tonë dhe më kontribuar në vendin tonë. Në 2005 ne ja kena filluar më prodhu keqap e majonez, një sipërfaqe pe 60 metra katrore. Edhe synimin e kena pasur ne vetëm me punësu vllaun me shtime marrë një të ardhmë. Tash jena një kompani serioze, e kemi një sipërfaqe 3 metra katror objektet, i kemi dikon 6 linja të prodhimit, prodhojmë keqap, majonez, plastik, rrym, turshi. Produkti kena mbi 30 në treg qitash. Jena shtyrimi në Kosovë në gastronomi. Prej pandemie ne ja kena fillu edhe eksport nga jashtë vendi, sidomos në Maqedoni, Serbi, Shqipëri, kena edhe në Gjermani edhe në Francë, jena të bo mirë, me bashkëpunimin me disa ata konkurenca, po kemë bashkëpunimin shumë të mirë me ta. Po vitin e kaluar ne kom pas përkraje pe Caritas 7.4 hektar fafarona. Domthon 1 hektar fafarona supozohet se do të punu 5 punëtor gjithë vitin. 35 punëtor kam punu veç në fush për me pru një kontratë që kanë. Edhe plus këtu kur vjen fermentimi këtu sende punoj 20 vet, 30, 15 varet. Për momentin jam 23. Pra keni 23 të punësuar. 23 punësuar. Unë kam respektin e punës maksimum edhe klientëve. Edhe çmimin domthon e kam ka kohës shumë punoj me minuse, po klientin duhet me rujtë se është një klient kur merr 10 vjet produktin tonë, edhe një muaj, 2 muaj me minus se lëvizin shtëpisë çmimet e blerjes, do të me rujtë domthon klientin. Fatkeqësia më e madhe është për momentin si grande janë të dorë shumë, vetëm në Kosovë çdo vit dhojnë disa fabrika dhojnë edhe makinat rrin pa funksion. Kjo fatkeqësia më e madhe. Kur na jem 1 milion banor, 2 milion banor sa jena, mas pakti në lamit tam janë 20 fabrika si kanë dhënë domthon. A nuk janë funksionale, kajt 4-5 janë funksionale. Kisha bëu thirrje çdo mërgjimtar si ka guxim. Morë se ka mundësi më punu. Ma mirë rinia jonë më punu në Kosovë se më shku më flajt ne për kontinerat me nhenit janë se sendet. Unë e vetë di qka dëmon, jeta është shumë e shtirë në Evropë. Jeta është shumë e keqë në Evropë. Do të më të shkanë 10 vite të shkanë të stabilizohesh në Evropë. Këtu e kje venin tanë, folë Shqip, hanë Shqip, tanë në sanë dhe gjisë në e kalon të rashkim ditë për ardë.